Një ditë pas ngjarjes së ndodhur në zonën e Radhimës, ku gjatë mbrëmjes së dieshme u përfshi nga flakët një beach bar, familja Çanaj e pronarëve të biznesit të djegur thotë se zjarri është vendosur në mënyrë të qëllimshme. Gjatë ditës së sotme në vend ngjarje kanë mbërritur dhe forcat e policisë së Vlorës, të cilat po marrin në pyetje pronarët dhe familjarët e biznesit. Uniformat blu kanë sekuestruar gjithashtu kamerat e sigurisë të bizneseve përreth, si dhe ato të familjes Çanaj, me qëllim identifikimin e autorit të dyshuar. Ata u shprehen se prej kohësh familja ka pasur konflikte për çështje pronësie. Dëgjova zhurmën, disa zhurma fillimisht, më pas në orën 10:20. U ngrita dhe pash që zjarri ishte në punë në maj dhe më pas pash që gradualisht zjarri mori të gjithë lokalin, bashkë me pjesën e kodrës. Dyshohet afër kodrës, mbas shtëpisë, se ndryshe ato zhurma nuk i ka bërë askush përveç atij që e ka bërë këtë gjë. Nuk ishte asnjë lloj defekti në lidhje me energjinë elektrike. Ajo tregoi mbrëmjen e dieshme rreth orës 21:40 kishte dëgjuar hapa pranë lokalit dhe vetëm 1 minutë e gjysmë më pas kishte shpërthyer zjarri. Sipas saj, dyshimet për zjarrvënie të qëllimshme përforcohen dhe nga fakti se në momentin e ngjarjes objekti nuk kishte energji elektrike, pasi furnizimi ishte ndërprerë më herët. Ndërkohë policia vjon hetime duke marrë në pyetje banor dhe familjar, si dhe duke analizuar pamjet filmike për të identifikuar autorin, i cili sipas pronarëve dyshohet se është larguar nga kodrat e fshatit Radhim.